Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe gjërat më të bukura. Do ndaloj të flas për çiftin Eili, për Luizin, për Kiarën dhe për Luna Marin, një familje fantastike që çdo ditë po na shijojnë me dashurinë e tyre. Një banor i ri ka ardhur në shtëpinë e tyre. Për kë banor bëhet fjalë? Nuk është njeri, se më njëherë do jepet një dezinformacion, Tironi tha që ka ardhur një banor, jo. Bëhet fjalë për një papagall. Një papagall ka ardhur në shtëpinë e Luizit. Pse e quajta banor? Sepse jam shumë i bindur që Luizi, me kreativitetin që ka, me inteligjencën që ka, me natyrën që ka, do e bëj papagallin që të flet. Do e bëj papagallin që të flet më shumë ndoshta se Luizi. Fotografinë e ka bërë publike në Instagram vetë Luizi, i cili e shijon këtë momentin dhe jeton. Mundohet që Luna Maris t'ja knaq shpirtin, t'ja knaq zemrën, t'i jep momente të bukura dhe pikërisht është Luna Maria ajo që në fakt e shijon më shumë këtë ardhjen e papagallit në shtëpi. Një tjetër moment të plot dashuri nga çifti më i dashur i publikut shqiptar, Luiz Eili dhe Kiara Tito, këtë herë është lajmi që ka bërë xhiron e rrjeteve sociale. Nuk ka të bëjë me një projekt të ri, por me një mik të veçantë që ka ardhur në shtëpinë e tyre. Një papagall shumë ngjyrash, plot jetë edhe me shumë gëzim. Në foton e fundit që po emocionon të gjithë ndjekësit, Luizi dhe Kiara shfaqen për krah vajzës së tyre të vogël Luna Maris, duke buzëqeshur teksa kujdesen për papagallin e ri. Një pamje mbushur me dashuri, dritë dhe ngrohtësi familjare, ku çdo detaj reflekton harmoninë që kjo familje ka ndërtuar me shumë kujdes. Po të shikojmë papagallin në jetën e Luizit edhe të Kiarës, duket që jep shumë energji të bukur pozitive. Luizi me buzëqeshjen e tij karakteristike dhe plot energji shfaqet pranë Kiarës, e cila rezaton qetësi edhe dashuri. Ndërsa voglushja Luna Mari shikon me abi zogun e vogël që po lëviz në kafas. Është një moment i thjesht, por me shumë domethënie të madhe, një kujtim që do të mbetet i gdhendur në zemrën e tyre. Sipas burimeve pranë çiftit, papagalli është blerë si dhuratë për Lunën, për t'i mësuar asaj kujdesin dhe dashurinë ndaj kafshëve, dhe duket se ky mik i vogël me pendë ngjyrash ka sjellë menjëherë gëzimin në shtëpinë e tyre. Në rrjetet sociale, ndjekësit kanë reaguar me shumë dashuri, komente të shumta si "sa të ëmbël jeni", "kjo është familja më e bukur shqiptare" apo "papagalli më me fat në botë", kanë mbushur postimet e Luizit edhe të Kiarës. Ky moment tregon edhe një herë anën e tyre të ndjeshme të përullur, larg kamerave, famës edhe zhurmës së jetës publike. Luizi dhe Kiara janë mbi të gjitha një çift i thjesht, një nën dhe baba të përkushtuar, që kujdesen me dashuri për vajzën e tyre dhe shtëpinë që po e mbushin me shumë jetë. Papagalli me ngjyrat e tij të ndezura simbolizon dhe atmosferën që mbretëron në shtëpinë Eili edhe Tito, plot me ngjyra, energji dhe dashuri të sinqertë. Në çdo video, në çdo foto, shihet qartë se familja për ta është gjithçka, një vend ku qetësia dhe gëzimi nuk mungojnë në asnjë mënyrë, dhe ku çdo ditë kthehet një kujtim i bukur për të ardhmen. Luizi, që publiku e njeh si artistin më me shpirt të fortë e zemër të madhe, është sot një baba që e sheh jetën me një sy tjetër, ndërsa Kiara, gjithmonë me buzëqeshjen e saj të ndritshme, po e shijon në çdo detaj rolin e nënës, duke u kujdesur për vajzën dhe tani edhe për mikun e tyre me pendë. E gjitha kjo krijon një tablo të qetë dhe të ngrohtë, një shtëpi ku dashuria sundon, ku fëmia rritet mes buzëqeshjeve dhe ku një papagall i vogël bëhet pjesë e familjes. Në fund të ditës janë pikërisht këto momente që i bëjnë njerëzit të ndjehen të afërt me ta, sepse ajo që shohim nuk është një foto inskenuar, por një çast i vërtet, një copë zjete e mbushur me dashuri edhe me shumë lumturi. Luiz Eili dhe Kiara Tito vazhdojnë të tregojnë se dashuria, respekti dhe përullësia janë çelësi një familje të fortë edhe të lumtur, dhe me ardhjen e papagallit të ri, dukshëm shtëpia e tyre është bërë edhe më e gjallë edhe me shumë gëzim.